Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një vlog të ri këtu në kanalin tim. Dhe qenë se kemi bërë shumë mungesa. Do kthehemi dhe nuk do mungojmë më. Unë tani jam zgjuar, do me thonë nuk jam zgjuar tani, kam pak jam zgjuar, sepse sa fshiva pak, sa sistemova pak vendin, se Amari e bën çdo gjë qelbur. Tani jemi në fazën që Amari mos e fut në gojë mami këtë. Se i fut puzzle në gojë. Tani jemi në fazën që Amari merr çdo gjë në dorë, ha çdo gjë, prek çdo gjë. Dhe ndrojmë 300 herë ditën. Dhe shtëpia bëhet super keq me gjërat që Amari merr në përduar. Se shikoni Amari erdhi tani se pa mua që isha këtu dhe që po filmoja dhe si nuk do vinte pak Amari të luaj pak këto me puzzle. Se ka marrë këto puzzle, këto janë me numra. Mirë, të tuat janë. Ka marrë dhe 2 puzzle tjera me kafshë dhe me perime, që i ka atje në shesh tani dhe nuk dihet gjë se ku janë puzzle për të ndërtuar. Edhe luajmë ndonjëherë të gjithë bashkë kështu ulemi dhe luajmë me të, se zhvillohet pak më shumë një gjën ato gjëra. Bravo, e bëre shumë bukur mami. Bravo djali. Edhe kështu Amari luan me këto puzzle-at. Unë bëra pak skincare, bëra pak këto kremis, se tani pa ta kota vendos. Edhe këto kotë që kemi bërë, kemi qenë këtu në Gjirokastër. Nuk është se kemi bërë ndonjë gjë, unë kam qenë pothuajse 5 ditë me dhimbje koke. Më kapi pak si grip, le të themi. Pak shpirt, bëje, shik, fiqi dhe vije këtu. Pak si grip, me isha me 38 temperaturën, pastaj 37, kështu dhe pastaj më kapi dhimbja e kokës. Nuk e di si ishte kështu me dhimbje koke. E nuk më qetësonte me asgjë, që unë zakonisht po më shpirt, bëje ti. Bëje bukur ti. Bravo zemra, bravo. Shumë bukur e bëje ti. Bravo. Nuk të lë të thuash asnjë fjalë. Edhe ku e lam se harrova fare. Tek dhimbja e kokës, një dhimbje koke, domethënë të mërshme, nuk e di, asnjë gjë nuk më qetësonte. Dhe isha, unë domethënë me qetëson dhimbja e kokës me njëherë kur kam ndonjëherë dhimbje koke, madje me një gjysmë paracetamoli, mua më qetëson se unë nuk pi shumë ilaçe. Nuk kam shumë qejf të pi ilaçe dhe ose e duroj, ose pi shumë pak ilaç, ose pi një ilaç shumë të lehtë, jo në ato okit për shembull. Oki s'kam pirë dhe tani që isha keq. E piva Depon, kështu që shuhet në ujë grek, paracetamola e kështu gjërash. Tani jam më mirë, më kaloj, me erdhi dhimbja që kisha në kuk, tani më ka kaluar këtu poshtë tek qafa. Nuk e di se ishte gjithë kjo kështu, por që dëgjuam edhe që edhe të tjerë kishin probleme të tilla kështu me gripin. Ishte një grip pak a shumë si Covidi dhe të kape shumë keq me dhimbjet e trupit dhe dhimbjen e kokës. Edhe nuk do ta kujtoj tani, se më duket se kur do më filloj, e më kanë hedhur aq shumë rreth syt, besoj e shikoni, më kanë hedhur shumë rreth syt dhimbja. Edhe këto ishin të reja tona, koha është freskuar shumë, tani flasim direkt nga, jemi bërë dimër, edhe Amarit nuk i kam patur asnjë robë këtu në Gjirokastër, sepse kemi ardhur direkt nga plazhi ne këtu, dhe pastaj na kapi shumë shpejt i ftohti. Edhe i kisha marrur një 2 bizhame kështu me të gjata, hajt se mos ngrohej, se mos ftohej pak koha, mos freskohej kështu. Edhe ato na hyrën në punë, sepse Amarit ju deshën ato. Pastaj bleva të tjera, porosita, bleva këtu në Gjirokastër disa rroba shtëpie, rroba për të dalë kështu. Edhe etiket se u bë shumë ftohtë. Jo në gojë, vije këtu mami? Shi sa bukur. Sa bukur e bëri djali. Bravo! Amari e bëri, a? Bravo djali. Jo këtë, jo. Unë tani i kam vendosur pak Amarit brokol. Brokoli e kemi nga të tokës, e kanë bjell mami dhe babi dhe është shumë e mirë. Nuk ka krahasim me atë që blejmë, ka një aromë shumë të mirë dhe shije shumë të mirë, shumë të ëmbël. Edhe nga që tani është sezoni dhe ajo është bërë dhe duke qenë se brokoli prishet shumë shpejt, ju e dini zverë dhe shpejt kur e lashtu. Edhe kam mbajtur pak për Amarin që t'ja gatuaj kështu dhe kam vendosur në ngrirje, ja kam vendosur kështu në përqese Amari që t'i marrim edhe me vete në Shkodër. Edhe t'i ketë këto bio që të paktën aq sa të kemi nga këto biot.
Edhe do t'i bëj pak makarona me perime dhe brokol. Duke qenë se ja ha shumë, po ja bëj atë për drek se vajti vonë nuk patëm kohë që të bërnim supën sot. Edhe do ham atë, edhe pastaj të jemi gati për të fjetur gjumë amari. Se dreka është ajo që na shplodh pak, kujtin se amari fyll gjumë, jemi pak me të shplodhur. Ose ja fut edhe unë gjumit me të, ose arri pak shumë në telefon, arri pak me qetësinë time, se dini ju mamat që kemi pak nevojë për atë qetësinë. Edhe flokët e mia besoj i shikoni që i kam erësuar, sepse mu hapën shumë jashtëmase shumë. Nuk mund t'i duroj edhe të marrë shumë të hapura, mendoj se nuk më shkojnë shumë të hapura. Edhe i erësova pak, isha pak më rehat kështu. Hapen shumë shpejt, prapë, nga të larë hapen shumë shpejt. Për të gjitha juve që më keni pyetur se ha fleta Mari, e si është tani se tani ka dëshuar sepse është bërë çiklavazan kështu DDD. Tani kam dëshuar se është një moshë tjetër, është një vjeç e gjysëm edhe Mari që kam dëshuar. Thot disa fjalë, nuk është se flet shumë, edhe flet disa fjalë, mami, babi, nëna, gjyshi e thot me raste ndonjëherë kur e jep Hamari, thot halla, që e thon, çdo që thon fjalë që i thon mirë. Edhe i flet edhe babi të Aleksit i flet në emër, edhe tjetër çfarë fliste Amari, edhe pastaj kështu imiton gjëra, kështu si bëjnë familjen, bëjnë më shumë imitime, jo si bëjnë kafshët, lopa, qeni, masja, këto janë tipiket e bebave kur fillojnë që të flasin. Edhe këto, edhe për shembull nëse më duhet diçka t'i them, Amar merr pak telefonin mamit ose dale jo me krem. Amari nuk më lejtë ta përfundoj një fjalë deri në fund dhe unë kur vi këtu harroj fjalë. Edhe kështu kur i them më shumë Amarit merr pak telefonin mamit, ose kur gjen një mbeturin në shesh dhe i them ik çoj te koshi sepse është pis, vetë e çon atje. Shumë gjëra do të thënë kështu. Edhe imitime pastaj, jo si flet gjyshi, jo si bën gjyshi, jo si bëri mami, jo si bëri daja, si bëri kështu gjërash. Edhe është pak fëmijë, domethënë që përton pak të flasi. Se edhe kur i them ndonjëherë, thot ndonjëherë bebi, i them ndonjëherë ku është bebi, me si e nxjerr fjalën se përton bebi, përton. Edhe kështu që tani ika të bëj ndonjë gjë tjetër, sepse Amari nuk po më lë, po më rritet dera. Ha mama. Luan me puzzle? Pa vendosi pak t'i shoj mami si i bën ti? Sa bukur. Amar, si bën lopa? Po Macja? Macja? Si bën Macja? Ka që ishte vetëm lopa. Po qeni? Tani kam kuptuar që kur bëj video unë, telefonin e do vetëm Amari në dorë, ta mbaj Amari kamerën. Edhe të filmoj Amari. Të filmosh ti? Filmoj Amari? Vetëm ti? Mos ta mbaj mami telefonin? E do bebi? E do beba? Jeta? O ti bëj dhe djali? Ti ndërtoj më di më mba? Amar do këtu te kuzhina se do gatuaj. Edhe sot drekën do ta bëj unë. Dita gatuaj këtë më mirë se mami. Se mami është për gjëra tradicionale, për byrek, për kështu gjërash, për lakror, kështu gjërash. Edhe unë jam për këto gjërat gjërat më të thjeshta domethënë jam unë. Edhe këtu kemi makarona, pesto, genovese, edhe pana, edhe këtu pak fileto spune, gjok spune. Edhe kështu do t'i bëjmë të gjitha këto, do t'ju hedhim edhe erësën, edhe të gjitha ju pëlqen kjo receta ime. Kurse kur e bën mami nuk është se e pëlqejnë aq shumë, se nuk e bën siç e bëj unë, se unë e bëj shpesh, dhe mami bën më shumë groshe kështu edhe. Pa bën që ti mami nëna.
Edhe tani jeni dhe Mari të më ndihmojnë dhe këtu kemi vënë ujë, do hedhim makarona dhe të bëjmë drekën. Po gjithsesi mami bën më shumë gatime të vështira se ja ka bërë këto turshit. Edhe këto janë më të vështira se makaronat e mia. Do të rregullosh politikën. Se do të ratë, gjë. Ne ta provojmë një herë tani se si kanë dalë. Muito bem. Super. Si doma. Si e tua tjetër, kjo jam unë. Po, sa orë të ka marrë këto? Më thua nga qik. Sa orë më kanë marrë? Sa orë të kanë bërë t'i bësh? Ato duan 15 minuta që të zihen këto parmigiane një varë. Do vrish ato hudrat në speca majdanosin e mbet tash. Edhe më shmbushim. Mbush, zihen atë salamurin me ujin e krit. Më mira, e vështirë është të do t'i grish këto të tëra. Do vrije, sa do zhiden ato. Edhe kanë dalë të forta, kanë dalë të mira. Po se nuk i zjeva shumë. Më mirë të zjen pak, se ashtu bëhen qulle. Nuk kemi speca me gjiz, që kanë ardhur nga Korça, i kanë bërë në Korçë, me thënë, tradita e Korçës, edhe janë shumë të mira se kishim marrë edhe disa të tjera dhe sot morë të tjera dhe janë shumë të mira. Hello, unë shtriva pak në drek edhe nuk fjeta. Tani u qova të bëjmë pak gati. Nuk se po bëjmë një gjë, do bëjmë deri tek vllai tim. Edhe do bëjmë pak atje në Amari. Dhe Amari ka qef shumë që të luaj atje me Besën edhe kënaqen bashkë. Se me mua normal gjithka që të bëj në shtëpi. Unë jam prapë me dhimbje koke, nuk e di se si, por ndi që më dhëmin këto shumë këtu, këtë pjesa këtu nga pas, këto. Pastaj ma jep edhe gjithë kokën, nuk e di fare pse kam të gjë. Edhe po më dhip të koka në fakt, po thash hajtë se do kaloj, ndoshta po të dalë pak, do kaloj pak më ndryshe. Thash të rregulloj pak fytyrën, se me kam shumë keq. Më shumë keq, rrafët e syve, kështu. Vendos pak kështu këtë primeri nga Milk, pak. Vendos pak këtë që mas të vendos kështu concealer dhe kështu gjërash, të vendos direkt në lëkurë. Nuk është dhe e kam përdorur shumë të nga Milk, pak shumë që kur e kam bler pak e kam përdorur. Dhe nuk e di se si është. Dhe pak të Huda Beauty, dhe pak concealer. Të më ka të rinj puqër, nuk e di fare, kjo fytyra ime nuk është fare në qëndje të mirë. Edhe kështu se ju thash, o dalim të bëjmë të një gjiro dhe të ikim pak nga vllai, kalojmë pak mbas ditën, edhe fëmijët luaj, edhe neve të rriturit rime njëri tjetrin. Vendos pak të nga Trinova gjelin e vekullave, që se syra kam treguar shumë herë. Marrim pak, të bëjmë pak vetullën. Të përdor të si pudër kështu. Numër 5, edhe që në më pyesni. Numër 5 edhe është goxha e mirë, nuk e di. Edhe këtë e ka marrë nga Benefit, që kjo koka këtej ka ikur, nuk është shumë mirë kjo. Për aq leksa bën, a? Për aq leksa bën 35 euro vetëm kjo. Nuk jam vlerë fare, s'prishet shumë shpejt. Më mirë merrni një të thjeshtë, që nuk është shumë lek. Do pak nga ky blush i Rare Beauty-t, që është kështu si kremoz. Sa për të thyer pak të ngjyrën e fytyrës, mos të jem kështu si e i vjetekur. Kim gjiro. Ha? Se shiko mamin ashtu. Me habi. Puqe pak mamin ti? Puqe? Më kënaqë pare, më kënaqë. Telefoni? E do djali? Hajde do ikim qiro, tani ikim të ajna. Ku do i bidjali me karoca? Hajde, sot të marri nëna ti, hajde. Erdhëm tek ajna, edhe ajna tani është futur të dhoma e mamit të vetë, se do që të luaj me lodra këtu.
Kështu bëjnë, tërbohen, duan të rinë me njëri tjetrin. Pastaj kur vjen Amari, ajna ikin te, kurse kur vjen ajna te Amari, ikin gjën një dhomë dhe rri me telefon. Teka. Edhe, do flasësh një qika, ti përshëndesësh një qika tjetër në YouTube-i? Ha? Po thuash një qikë shumë, përshëndetje. Thuaj një, se të shikon njëri. Të shikon njëri, hau, është vetëm. Përshëndetje. Ha. Ajnën besoj se e mbanin më në që e keni parë ku bëri një vjeqa, ajna kër ishte e vogël fare. Që ka hedhur hava atje te YouTube-i video. Dash se erdi dhe këtë tjetëri. Edhe Pepa tjetër këtu. Ja, ku janë të dy tani. Bëri ajna një vjeqa atëherë dhe kështë hedhur hava atje te video ti. Bëre një vjetorin. Po, vash Amar, vash. Do t'i futja koja ato. Kush, Amari? Ullu Amar. Se janë të voshkra. Ka hapur dhe lodra prap tu te dhoma edhe njësëm shi vërtet, hapin kokë. Amari vetëm me 2 lodra luan, ta ajnë, se që i ka qejf, edhe nuk luan me gjithë tjetër. Po tani luaj. Tani vajza luan, edhe nuk ka kohë të merret me njëri. Po këta që? Po ku si ka parë hava këto? Si ka parë? Forma? Fruta janë këto. Jo, këto. Ti vësht të vëndi. Po këto janë numra, këto janë fruta, shega, si është, magnet. Shia Mari, me thik, ti presi me thik. Shika. Ja Mari, tani gjeti loj këtu dhe do lozin me lodra. Ka qova. Hajde. Se shikoja që. Mirë, do luash me Amarin tani atje? Luani me Amarin dhe pastaj hajde një andej se është shumë ftohtë këtej. Shumë fëtot. Mirë. Po kam të botanien. Ne Ke po ba- kemi fëtot, kemi të budojnë. Mirë, mbulohuni. Kthyer në shtëpi. Amari u kënaq shumë luajti atje dhe u kënaq shumë me lodra, me gjëra. Edhe tani do ndrojem pak, do heq pak të gjërat e Amarit nga çanta, që kisha këtë kjo çanta. Ishim marrë batanie, du të tregoj pak që marrim neve në kështu në këto, kur vemi në përvënde kështu afër, nuk është se në marrim shumë gjëra. Batanien që s'bëjmë dot pa batanie, se futim gishtin në gojë dhe plus që është dhe ftohtë a hedh te karroca, se ti kishim futur këtu brenda, sepse erdhëm tani me çorape, letra të lagura, këtë kremin për pjesën e pampersit, se këto ku Amari ka qenë pak keq nga mishrat edhe janë bërë pak të kuqe, ka pas goxha keq. Unë do ndrohem, do vesh bijamet, do vesh i dhe Amari bijamet, se i bën pis robat. Kudo. Edhe do ikim se nëna do na bëj byrek me kos për datë dhe do ikim të ham. Pak të banja, sepse tani është momenti i heqjes në make-upit. Do të vëdha Amarin në gjumë edhe pastaj më vonë do përtoj, kështu që duhet ta heq që tani ta laj fytyrën, që mos më dalë ndonjë puçër tjetër. Si të më dalë kjo këtu që është shumë skandaloze. Nëse do ta laj fytyrën, do ta laj me këtë nga Acne, sepse është e vllai, domethënë, po është drejt fundit, e kam përdorur pak edhe unë. Edhe është për puçra. Është larës që është edhe për puçra kështu, se vuan për vllai ka disa puçra kështu edhe e kam sugjeruar unë këtë në fakt, se nga parë shumë vajza që e përdorin dhe thonë që është goxha e mirë. Edhe e përdor dhe unë, sepse nuk kam asnjë gjë tjetër. Nuk kam larës me vete. Kam ngelur kështu keq fare. Sot vetëm shkodu që të vazhdoj me këto me rutinën time. Të bëj pak skincare, damam si njeri, të gjitha këto. Ndini juve. Se sa ti kam të gjitha. Këtu nuk kam asnjë lloj gjëje. Kam vetëm hidratues, krem dielli, të gjërat që janë baziket. Është kjo, kush, nuk e di, kush ka akne që do. Këto të dyja ishin shumë të mira, se vllai i bërën shumë efekt. Kjo është larsi dhe kjo është
hidratuesi që vendoset mëngjesin e në darkë. Është pak e vogël, harxohet shumë shpejt dhe kushtojnë pak. Paska. Por gjithsesi marrë dhe pak sepse do luaj gjithë fytyrën. Të më ikin pak të puçat. Por gjithë nesër do vi Aleksi, do vi që të na marri. Është e premte dhe dorim dhe të shtunën. Dhe të dilim se do ikim që Aleksi ka pak punë me makinën edhe kështu që nuk mund të ri më shumë, që të ri dhe ai pak tu. Edhe kështu do jetë ditë tonë, të shkofim nesër reagimin e Amarit, se që do bëj Amari pas 3 muajsh që do shikoj babin. Mirë mëngjes ka dita tjetër e vlogut, si shkon unë jam quar pak. Disha nga kolla gjithë natën, nga ka të muar shumë. Rëndësi ka që nuk jam zgjuar me dhimbje kokës, se është një tmerr kjo dhimbja e kokës tani në grip. Edhe si shikoni ka marrë qumshni këtu, po të bëj pak kakao, Mari po flë qumë, edhe e tunda pak kështu. Do të pak s'kur të zgjohej, edhe e lash të flinte edhe pak. Se unë sa të piju kakaon e shumë, do flej dhe 1 orë, besoj do flej Amari. Edhe unë sa të pi kakaon, me mami do t'je në balkon. Shkalon ora. Edhe ta pi pak më rehat, sa Amari nuk se të lë shumë. Nuk se bën gjë, po vjen edhe prek çdo gjë në balkon, duhet të çohesh. Që t'i japësh gjëra, t'ja marrësh, t'ja bësh, se prek dhe gjëra që nuk duhet. E dini ju e tani, një lëmsh i madh me një fëmijë 1 vjeç e gjys. Po që babi? Edhe dje ki qarru Tirana këtu. Hello njerëz, nuk ju fola fare sepse sa erdhi Aleksi dhe ikëm dolëm direkt, sa u bërëm gati, pastaj erdhi ai dhe dolëm hangërëm një darkë të gjithë. Edhe si shikoni jam këtu e paveshur, besoj se këtë ditë sa të jem këtu në Gjirokastër, se edhe 2 ditë besoj se do jem, do më shikoni me këtë veshje. Vetëm me këtë veshje, sepse nuk kam asnjë pal rroba të tjera. Edhe këtë e kam bler, e porosita në kështu internet, online. Se nuk isha asnjë gjë, kisha të gjitha të verës, kisha vetëm lino, gjëra kështu. Edhe kështu që tani po erdhëm në shtëpi, tani kam këtu disa gjëra të Aleksit që do t'i sistemojmë, t'i vëmë në përvende, gjërat rrobat. Edhe do ndrohem. Edhe kështu hëngëm një darkë edhe u kënaqëm shumë të gjithë bashkë, edhe qëndruam goxha vështora 11 për muhabet edhe u kënaqëm. Edhe sot jam bërë pak tjetër njeri, më pëlqen se si jam lyer sot, sepse kam marrë pak në Terezi, nuk jam aq keq sa isha dje me gripin. Kështu që le të ndrohemi. Mami janë pis ato, mami. Xilo? I vesh tu? Po djeqe ti... Po janë piso mami atlet e babit. Mirë mëngjesi nga dita tjetër e vlogut. Unë tani jam zgjuar, ndërkohë që Amari floj qumë dhe dua të bëj pak gati skincare-in edhe këto rutinat e përditshme. Amari duke qenë se feti shumë vonë dje, nga ora 1 ka pse gjumi, sepse u tërpua fare, do të rrite vetëm me Aleksin. Nuk e linte për asnjë lloj gjëje. Edhe si ka vendosur në gjumë. Bëjmë një supermarket haul, çfarë bledhëm në supermarket. Bledhëm një buk. Pastaj mora Amari që nuk e mora në supermarket, e mora një dyqan, të lagja. I mora nga këto badi kështu, që jam me mëngë të gjata. Ja, kështu. Se i vesh vetëm këtë edhe një bluzë lartë, edhe për këtë kohë është pak më mirë. E mban pak ngrohtë. Edhe i mora 2 kështu, kisha marrë dhe të tjera dhe më pëlqevën këto, se kanë edhe material të mirë. Në market morëm këtë salsën e kosit, disa B52-sha që janë të përqeset të tjera, miell, se do bëj mami pizza sot, qumçakiza, mora dhe unë këtë flokët, ishte greke, nuk e di se
Nuk e di se kam përdor ndonjëherë, po e pa që ishte greke dhe thash ai ta përdor meqense nuk ishte atë që marrun gjithmonë atë glisi, që i mban flokët çik pak të buta dhe ha, nuk e do më. Shtukat me gjitha përdore. Hajde ta fshim mami. Për ta fshim mami dorën. Pas një ndalese të shkurtër me amarin, vazhdojmë prapë me këto gjëra. Një kështu për dhëmbët, disa bira, ullin që t'i kemi për pizza, të djasin ka shkavall për pizza, një salc, tu ka djath guda, edhe kështu salam parizaci për pizza. A mitu armari, pra vëtërish. E këto ishin gjithë gjatë gjërat që morëm, edhe dua të përdor shumë këto tani se kam pas flokët pak si shumë të thata, edhe më pëlqen shumë kjo dhe hetër pas sere flokëve kur i kre, se janë goxha të buta dhe të shkripta. Edhe kështu njerëz, tani le t'i vendosim të gjërat në përvende dhe vazhdojmë. La prape, tani kam dalë me burin. Vendosim mamajën në gjumë me zika tjetër, se na që u tërbua shumë me Aleksin duke luajtur, edhe duke të flinte, unë i kam kënduar, unë i këndoja këngë të Alban Skënderajt, edhe atë këngën me Ezi, pres me të marrë në krah kështu, se atë e ka shumë qejf, Aleksi që qeshte se thoshte si kur ishim në X Factor, edhe unë po këndoja, edhe më në fund fjeti, pastaj ne u çua, pas të fjeti amari dhe u veshëm edhe tham të ikim pak të blejmë disa gjëra që blejmë gjithmonë këtu në Gjirokastër. Edhe tani morëm djath, morëm pak djath dhije, marrim gjithmonë këtej djath, që qenë se është edhe më i mirë. Edhe morëm pak, nuk morëm shumë se s'kishte. Ajo s'kishte, po s'na pëlqeu ai, nuk e di tani se ç'do bëjmë. Edhe do ikim në supermarket, do blejmë disa çokolata molto, gjëra kështu, snack. Gjëra edhe janë greke dhe na pëlqejnë më shumë ato greket se sa këto shqiptarët. Edhe unë do blej disa gjëra që kam para ti në supermarket, gjëra shtëpie, edhe kështu do shkoj kjo punë. Do futesh një herë këtej poshtë? Apo jo, le. Le që këtej poshtë do futesh, ku do futesh ti? Dhe si këndot? Që është hapur Eurojnjeshi. Është hapur Eurojnjeshi dhe këtu në Gjirokastër se nuk ka patur, edhe poshtë goxha i madh, është edhe më i madh se në Shkodër. Edhe do ketë goxha gjëra brenda. Edhe kështu dita jon të lodhur, jam shumë e lodhur se dje kam fjetur në 6 të mëngjesit. Të gjithë fjetën gjumë, unë rria sepse nuk më zinte gjumi. Ndoshta më kaloi gjumi dhe nuk më zinte më. Edhe sytë e mi në filxhan ishin, edhe nuk flija. Pastaj ja fjeta nga ora 6 dhe në orën 9, në orën 9 u zgjova. Edhe kjo ishte dita jon.